aspektin as institucional dhe as politik. Qartë. Tani, nëse më lejon të kthehemi paksa tek analiza politike, se unë besoj që kjo ka interes. Do ta bëjmë atë, po kam edhe një pyetje, sepse ju e thatë në fillim, dhe ky ka qenë fakt qëndrimi juaj, i ka hershëm që i besoni drejtësisë, ose vendimeve. Nuk është çështje e besojmë, do duhet ta bëjmë politika shqiptare, po doni ju dhe publiku shqiptar. Po mirë, ta bëj të vetën që vendimet e gjykatave nuk komentohen në kuptimin që atakohen, kritikohen, ti respektojmë. Por në fundi Shqipëria, zoti Ali Beaj, është Shqipëria një vend që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, që aspiron, nuk është një vend me standarde të larta demokratike, që do të thotë, nuk ka vend as pak që t'jemi qoftë edhe skeptik ndaj vendimit të gjykatave. Do me thënë, duhet t'i pranojmë, duhet t'i respektojmë. Për këtë arsye ne nuk jemi vend antar i Bashkimit Evropian. Në dijenin time, mund t'jetë edhe modeste, në Bashkimin Evropian, në perëndim, kur vendimet e gjykatave e jepen, ato thjesht zbatohen. Po ne jemi në perëndim. Po pikërisht pra pse jemi në perëndim, do duhet të shkojmë në perëndim, dhe për të shkuar në perëndim, duhet edhe që koshjenca publike mbi gjitha ajo politike, sepse ajo i trazon gjërat, do duhet ta bëj të vetën, do duhet ta bëj vetën si qasje. Ky është një hap jo i vogël drejt maturimit të një shoqërie dhe të spektrit institucional dhe politik shqiptar. Drejtësia është e maturuar që ta bëj politika dhe qytetarët? Ende jo, por hapa të vegjël dhe të sigurt po hedh. Okej. Atëherë nuk është e udhës, sipas opinionit tim, që një drejtësi e brisht, e cila në opinionin tim po ecën drejt rrugës së duhur, të mundet që në hapat e parë të brishtësisë së vet, të mund të goditet të atakohet, përndryshe kjo do të cilë pasojë që do të ngeleshin po në vend dhe do të ngeleshin gjithmonë më larg Bashkimit Evropian. Qartë. Ky është opinioni që kam, dhe nuk e lëviz këtij opinioni. Nuk e keni lëvizur në fakt, se edhe në çdo bisedë që kemi zhvilluar së bashku e keni shprehur që respekton vendimin e gjykatave. Mirë, tani bëjmë pak interpretimin politik të gjithçkaje që ka ndodhur. Interpretimi politik atëherë është ky. Nëse do ta shohim të gjithë trajektoren, që nga momenti, po marrim vetëm episodin në fjalë, nga momenti kur nga gjykata u njoftua një akuzë, pastaj u mor dhe një mas për zvendës kryeministren. Ngjarja që ndryshon nga gjitha ngjarjet e mëparshme të ngjashme është sjellja e kryeministrit. Besoj ju e marri mend shumë e freskët. Po, që nga koha e zotit Veliaj. Po. Që aty nisi pati një ndryshim 180 gradë. Mbani mend thirrjen e kryeministrit, sa herë thoshte edhe në asamble dhe në mbledhje të grupit që kush ka probleme me drejtsinë, le t'i zgjidh vet ato. Po. Hallet me drejtsinë janë halle personale, nuk janë hallet Partisë Socialiste, aq më pak të qeverisë. Në dukje, sjellje e mirë. Jo e plot, sepse kur një hall me drejtsinë penale e një antari të grupit politik e zë, kryeministri, kryetari i partisë, ka përgjegjësi. Ka gjithmonë përgjegjësi. Mbase jo juridike deri në ato momente, por morale. Pra, do duhet marrë mas. E largon antarin e grupit vet, e shkarkon nga detyra, sepse kjo do të ishte sjellja e duhur, në mënyrë që përfaqësuesi i vet, deputet, ministër, qoftë, të shkojë të përballet me drejtsinë si gjithë shqiptarët e tjerë, pa mbrojtje politike. Këtë nuk e ka bërë. Ka bërë vetëm gjysmën e parë. Po, këtë herë çfarë ndryshoi? Në këtë rast, ndryshimi ishte i madh. Jo vetëm që nuk e mbajti këtë fjalë, por se jo vetëm i doli në krah. Përse? Por më shumë se sa kaq, u hodh në një sulm frontal. Javës së shkuar, pothuajse 10 ditë nga sot, të gjithë kemi parë daljet e përditshme të kryeministrit me sulme dhe me presion të hapur të ndaj gjykatës. Përse, çfarë i shqetësohet Rama? Me sa duket, ky rast nuk i ngjan rasteve të tjera. Po, analizë mund të bëjmë. Pa u futur edhe në konspiracion, sigurisht çështjet, se janë çështje, disa çështje tani që i atribuohen zonjës Balluku,
Janë çështje të cilat me sa duket janë kryer jo në mënyrë individuale nga zonja Balluku, por se janë kryer në një konsultim, po përdor këtë fjalë, në një konsultim ndoshta edhe në kohë reale me kryeministrin e vendit. Është fakt tashmë që për çështjen e tunelit të Llogaras është fituar nga një kompani e huaj turke, e cila ka qenë e pranishme në një ngjarje, në një event politik në Turqi ku violin e parë ka qenë Edi Rama. Kjo s'mund të jetë koincidencë. Nuk ka se si të jetë koincidencë. Kështu që me sa duket, ndjehet i përfshirë në të gjithë këtë tollovi, e për këtë arsye, ndoshta ka parë që avancimi i SPAK-ut dhe GKK-s, ardhur në paradhomën e tij, në një të ardhmë jo shumë të largët, ka menduar që do të shkonte tamam në zyrën e tij. Dhe ka bërë Instinkti mbrojtës e ka detyruar që jo të mbaj qasjen e mbarshme ta largoj ministrin e Radhës, por se t'i bëhet krah dhe jo vetëm t'i bëhet krah, por se dhe të sulmoj. Praktikisht ta pranojmë. Atëre kushtetuesja ra prej këtij sulmi? Ju më thatë që... Pra, ju përsëri më ftoni për të bërë një fakt është, fakti ngelet. Opozita akuzon. Fakti është që vendimi i marrë nga gjykata kushtetuese është vendimi ose dëshira e shprehur pothuajse një javë me radhë për ditë nga Edi Rama. Duket që edhe kjo me sa duket nuk duket të jetë një koincidencë. Deri këtu mund ta themi, por se është i papërshtatshëm, është atipik ajo sjellje e Edi Ramës, e kryeministit. Dhe në publik, tani të flasim për rrafshin e tretë, në publik është bindje që në këtë rast çfarë deshi, çfarë dëshiroi Edi Rama, rezultoi që të ishte dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Mirë, deri tani zoti Ali Beaj, meqense nga politika qoftë nga zoti Berisha dhe nga zoti Rama pas ka sulme frontale ndaj drejtësisë. Ka rënë ndonjëherë deri më tani gjyqtarët me vendimet që kanë dhënë prej këtyre presioneve? A kanë rënë deri gjyqtarët në përgjithësi thua? Po, të paktën le të themi nga GKK-ja, SPAK GKK në këto 3 vitet e fundit, meqense pas ka presion. Që presion ka, kjo është pak, por e sigurt. Po. Që ka nga Rama, kjo është pak, por e sigurt. Tashmë në mënyrë të hapur, se deri dje mbante një lloj velloje që reformën ne kemi bërë ne, ne i qëndrojmë, ne mbrojmë, se po të mos jemi ne, kjo pala tjetër ka premtuar para 11 maj që do ta shkatronte nëse do të vinte në qeverisja e Merat, kështu që presioni është. A ka përthyerje? Po edhe mund të ketë. Sigurisht kjo është çështje faktesh, nuk besoj që është shumë e hijshme që të mund ta diskutojmë, por është çështje faktesh, ne shohim vetëm pjesën publike. Pjesën publike të gjës. Ndaj nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj. Kështu që kjo përthyerje na jep të drejtë mendojmë që po, sistemi i drejtësisë